Ministria e Jashtme turke I ka bërë thirrje Iranit dhe Izraelit që të ndalojnë plotësisht armiqësitë, pasi presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi një armpushim dypalësh. Ne mirëpresim lajmin se Izraeli dhe Irani rënë dakord për një armpushim, shkroi ministria duke u bërë thirrje të dyja palëve që t'i përmbahen plotësisht dhe duke bërë thirrje që dialogu dhe kanalet diplomatike të mbeten të hapura. Presidenti Erdogan më herët nënvizoi se rajoni nuk mund të mbajë barrën e një lufte Izrael-Iran dhe kërkoi të jepet një shans diplomacisë për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm. Ai tha gjithashtu se një armpushim I përhershëm duhet të vendoset në Gaza sa më shpejt të jetë e mundur, sulmet e Izraelit duhet të ndalen dhe ndihma humanitare duhet të lejohet pa ndërprerje. Aktorët global duhet të ndërmarrin hapa efektiv për t'i dhënë fund kësaj çmendurie, përndryshe nuk do të jetë vetëm rajoni ynë, por e gjithë bota që do të paguajë çmimin, tha Erdogan për konfliktin në linjën e mesme. Ndërkohë në NATO, Turqia mbështet ndarjen e drejtë të barrës dhe forcimin e sigurisë europiane, vuri në dukje ai.